Shkrimtari dhe publicisti shqiptano-amerikan Zef Përgega promovoi në Lezhë 4 botimet e tij më të fundit. Bitë e Barbaras, një libër i cili ndërthur fatin e shqiptarëve në mërgim me kujtesën historike të kombit dhe dashurinë për atë dheun. Ulliri e syrit, poezi, agimet e emrit tënd, vepër kushtuar agim Doçit dhe flaka e atmës, letër këmbime me personalitetet të shquara shqiptare. Në këtë veprimtari të zhvilluar në Bibliotekën Gjergj Fishta, morën pjesë intelektual, studiues, shkrimtar dhe figura të njohura të letrave shqipe, të cilët ndan mendime dhe vlerësime mbi veprimtarinë letrare të Zef Përgegës. Ai synon që pikpamjet e tij, botën e tij shpirtërore, tua thot edhe të tjerëve, të komunikoj edhe me të tjerët. Për mu Zefi është një zbulim, me aq sa kam parë deri tani. Po si thonë asaj fjalës urtë që nuk ka nevojë ta pish gjithë butin për ta kuptuar cilësinë e verës. Duhet të them që zoti Përgega është ndër zërat më të përkushtuar të shqiptar të diasporës amerikane, siç e thash edhe në fillim, si poet, studiues dhe publicist, por me një rol të jashtëzakonshëm në këtë komunitet për ta ndriçuar atë. Bën një shërbim të jashtëzakonshëm historiografisë tonë, kulturës tonë kombëtare, çështjes tonë kombëtare e kështu me radhë. Autori këtyre botimeve, Zef Përgega, kërkoi më shumë vëmendje ndaj krijuesve shqiptar në diasporë, të cilët vazhdojnë të kontribuojnë në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe pasurimin e kulturës shqiptare në Mërgat. A janë këto krijuesit e diasporës në librat e shkollave? E pse kjo ngushtësi e organeve tona shtetërore që këta njerëz i mbajnë shumë larg? Zef Përgega, i cili prej më shumë se 20 vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është autori plot 45 librave të profileve të ndryshme, duke dëshmuar një krijimtari të gjerë dhe të vazhdueshme letrare.